Edhe një familje u bë me shtëpi të re, falë ndihmës së njerëzve vullnetmirë. Zyle Koshutani, një zonjë e cila jetoi pa shtëpi, pa burr, me 4 vajza. E për të bërë ajo me banesë të re, mund të themi se i priu fati, ndihma ndaj saj erdhi shumë rastësisht. Organizata rinore në Skënderaj shumë rastësisht erdhi për ta vizituar zonjën Zyle me disa dhurata për fëmijët, e pasi e panë gjendjen e saj, ata u mobilizuan duke marrë ndihmën e shumë bamirësve nga Zvicra, Gjermania, Kosova, por edhe ndihmën e komunës së Skënderajt, dhe vetëm brenda 2 ditësh ja blenë banesën e ja mobiluan të tërën. Historia e Zylës ishte vërtet e dhimbshme. Rrëfimi i saj për emisionin e radio-televizionit 21 edhe Unë jam Kosovë ishte shumë prekës. Kthehemi një vit më parë dhe e dëgjojmë rrëfimin e saj. Kjo është Zyle Kushtani, e cila jetoi në komunën e Istogut, por tash e 2 muaj, ajo bashkë me 4 vajzat e saj po jeton në komunën e Skënderajt. Pasi vdiq bashkëshorti, sipas zonjës Zyl, nuk pati më vend në shtëpinë e burrit, as për të e as për të bijat e saj, andaj u obligua ta braktisë shtëpinë. Në këtë shtëpi ajo jeton me qira. E ndjekim rrëfimin e saj. Zyla Koshutani jam nënë 4 fëmijëve, burrim ka dek pi zemre që 2 muaj. Burrim desh pi zemre, tani mas 3 dite si mdeq burri, erdh konati i madh, tezja e burrit, konata erdhën ato, tha dojna qështu thë me të kallëzu, tha shtëpinë e ka marru, do që janë jashtë, do konet që janë jashtë. Tha, mi tranum fëmijën e ka e bret fëmija, as tokë, as qelë. Tha shani. Tha shone pengoj vjerën që tu po rri me vjeher, për jashtë deri si dal pa më thonë, ku të thot aja te nana, një nana e ka me një vlla, thash pa më thonë, aja nuk dal, kërkon. Jo, tha, vish vlla më tha, thire. Tha shani, e thira vllav, nërë djali vllav të vllav, tha qështu, tha vllav na ka djek, tha, është shpia aty në jashtë, a që jenë martu, tha s'ka kur që këtu. Tha vllav, anë një për dyre për strej, tha sa të moj e maj. Pe marrë motën, sa të moj e maj, për vaj me i sociale, 13 antarë të familjes. Që ato 2 sëba i kena pas me burre, be fëmi, ne e tani muj dit ato të vllav. O koni sfastike e këtina këtë, e tani e u shku në Hungari që jenë shku që atëherë, tani tha që ato fëmija 2 javë nuk shkun të mi, edhe në shkollë. Tha e, që ato tha një muj dit, tha ka mundësi me që të cialë, ta pagoj, tha një muj dit, tha masanena, tha. Zotit ta bofqaren, unë e erdha fëmini që u vazhdo në shkollë, që kjo dhomë që të me qëtu 4 qika, ma shtirë vizë zotit si ma ka qoat i ko shumë falë. Vallaj me qatë social, në atë 5 herët, lypin vallaj vejshe mothe në shkollë, qysh bre mam qa na banën, qështu. Shtëpia ku ajo jeton është e re, por është e pa mobiluar dhe brenda saj e ka vetëm një dhomë të cilën e paguan 100 euro në muaj, ndërsa asistenca sociale që e merr ka vlerën prej 95 eurove. Na qëta fëmijë me pas një vend caktun që mësë më ardhë, mi thonë mi gja, dil për shpije se këta ka maru t'jash, me ta kanë maru ata, me pas një vend sa ka vish një sobë, si më gosh vish mi që të 4 qika mi ditë që mi kalon mi akqyrë. S'po du tjetër, një sobë, veç që të di që ta 4 fëmijës me erë në e qelna me fëmijë. Këto veni huj, shpija huj, tana. Kërkesa dhe lutja e saj mbetet për një dhomë të vetme,
sa për t'i strihuar vajzat e saj, ndërsa dëshira për shtëpi vërehet edhe te vizatimi i së bijës 8 vjeçe. E sot është krejt ndryshe. Ëndra e tyre u bë realitet pas një mobilizimi të gjithëve, Policisë së Kosovës, organizatës rinore të Skënderajt, komunës së Skënderajt dhe njerëzve të tjerë të shumt human. Fillimisht në një aksion spontan me qendrën rinore në Skënderaj, gjatë shpërndarjes së ndihmave me babadimra për vitin e ri për fëmijët, u informuam se në qytetin tonë ishte një familje në gjendje të vështirë ekonomike. Me njerë vendosëm bashkum të vizitojmë këtë familje. Kur apom gjendjen se në cilën gjendje është kjo familje, me njëherë që është ditën e nesërme, së pari kemi fillu me një kontribus i cili ka fillu dhe ka ble disa gjëra për këtë familje, dhe me pastaj në bashkëbisedim me kolegë nga qendra rinore me të cilët veçishëm në aksionin e parë, vendosëm që qojmë mundësin se çka mundu më bo matutje për këtë familje. Fillimisht e ftum një bashkë qytetarë tonë, i cili është përkohësisht në botën e jashtme, dhe më na ndihmu fillimisht me ca dru, sepse kjo familje nuk ishin as dru për ngroje. Pas blerjes së sendeve ishte nota e vitit të ri, i dërguam në familje dhe pam realisht gjendje se si qëndron kjo familje. Prej aty kemi marrë si iniciativë bashkarisht me përfaqësues të qendrës rinore dhe këta donatorë që të shqyrtojmë mundësinë se çka mundu më bë me sistemu këtë familje dikon në një shtëpi apo në një banesë. Dhe për koincidencë, më njëherë pas festës, me qenë se ishin 3-4 ditë pushim me rastin e festës vitit të ri, ne kemi pas kontaktin e parë me këtë familje dhe kemi shqyrtuar mundësinë, a ke mundësi me ndihmu me në shtëpi. Po me qenë se nuk ishin tokë tyre, atër vendosëm që ta bëjmë këtë akcion ndoshta me një banesë. Dhe për fatin tonë të mirë, brenda vetëm 2 dite arritëm që gjitha mjetet për blerën e kësaj banese dhe rëndive të cilat veç janë në këtë banesë, e mbërritëm vetëm brenda 2 dite pa u bë plot 48 orë. Kështu që brenda asaj jave me njëherë të hanën e kemi sistemu këtë familje këtu, gjithmonë të ju falenderu krejt këtyne donatorëve të shumë që janë vendor dhe ata në diaspor dhe qendrës rinore e cila na ka përkra gjatë gjithë kohës dhe bashkarisht i kemi kry krejt këto vendime, të ju falenderu një falenderim posaçëm dhe kuvendit komunal të cilët veç qysh ma herët e këshin pas në përkujdesë këtë familje dhe ata me shumën e tyre të konsiderueshme dhe ne arritëm që këtë familje ta sistemojmë. Është ndjen me të vërtet shumë e mirë kur arrin me kry një punë të këtillë. Pas vizitës që i bëjmë kësaj familjes, qendra rinore e Skënderajt nuk është hera e parë që ka filluar këto aktivitete humanitare, në qoftë edhe raste tjera shëndetësore, që çdo herë kemi qenë afër të rive dhe të reja të Skënderajt, kështu që me dëshirën më të madhe filluam këtë aksion së bashku me partnerë tjerë, që vlen të falenderohet posaçërisht Haxhi Reci, i cili ka bërë një punë të madhe në diasporë, edhe biznesit e qytetit që në forma ndryshme ka ndihmu, qoftë edhe me mjete ose edhe me përkrahje ndryshme. Enver Gashi, drejtor për shëndetësi dhe mirëqenie sociale në komunën e Skënderajt, tregon për befasinë që ja organizuan Zyle Koshutanit në ditën që hyri në banesë të re. Do të thotë familja në fjalë zonjës Koshutani ka qenë në rast në vete. Ne si institucione lokale, si komunë me 52 fshatra, edhe si vend më i varfër kemi shumë raste të tilla, domethënë me çështjen e banimit pas zgjidhur. Mirë po, rastin e fjalë është rast në vete, për arsye se është një familje e cila vjen prej një komunës tjetër, e komunës të Stogut, në pa mundësi domethënë tjetër dhe të rrethanave të saj është desh të kthehet në vendlindje me 4 bijat e saj. Mirë po falë bashkëdhëtarëve tanë, iniciativës bashkëdhëtarëve tanë, qendrës rinore së bashku me policinë, do kemi arrit në një përfundim ku kisha me thonë të kënaqshëm kur kjo familje veç u strehue ka zgjedh çështjen e banimit, edhe pse nuk do të thotë se si u zgjedh çështja e banimit që në gjitha çështjet e jetesës tyne. Kto është një bashkëdhëtar i cili ka filluar iniciativën dhe e ka kërkuar edhe të shokë të dashamir në Gjermani. Është Haxhi Reci i cili vlen të përmendet emri i tij, ku ka përkrahur në shumë iniciativa në komunën tonë, edhe nuk është lehtë edhe ata do të më marrin një hap tillë,
ku ka ma shumë se 2 ose 3 shtetas gjerman cilë kanë kontribu për blerjen e kësaj banesë, sigurimin e banimit të kësaj familje. Familjen Mbrëmje jemi shku, e kemi vizitu dhe unë personalisht me bashkëdhëtarën dhe me atë gjermanin jemi shku e kemi vizitu dhe kemi thonë se nesër le të na pret aty se kemi mi shpërnda dë ndihma. Momentin kur e kemi marrë dhe kemi pru të banesa, edhe zoja edhe fëmia kanë qenë bindur se kanë pa edhe njerëz, si kemi organizu për qendës senor, për policisë, atë turmen e njerëzve aty ka mendu se janë të i prit në radhë për ndihma. Është një moment i veçantë, një ndjenjë cila nuk përshkruhet edhe për familjarët kur kanë ardhur para banese, i kanë prit gjithë këta organizatorët me duar trokitje, edhe është një moment i papërshkruar edhe për mua edhe në një farë forme kam qenë në lëkurën e familjes, është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë. E vetë Zyle Koshutani ndonë se nga dëshira që u bë me banesë ishte shumë e hutuar. Me kanë kushtet vështira të në më bë me banesë, është mirë. Mas pari u kanë qazim iftari për dhurata të fëmijëve për vitëri, të një shokja, kolega zdi për para, të një ka bli dhe argona dhe qive, të një masanina erdhe dhe këj kolega i tina. Na i murë dhe shënime sa në tari, ne a keni tuk, a keni qështë. Thash ju, atje s'këm kërgjë. Vëllo, kur gjuvish për ndihma, thash atë qka, dhe në si gjithë. Dhe isra masim, adin mos shkujnë, tha fëmija në shkullë, thash. Thash e pse adin, vetë. Tha, mos shkujnë, tha se në isra tha, qkipin, tha do ndihma. Adë diqka, tha, këqyrëm erdhe në morën letë njeftimin. Os besesha, thesha, si gjithë. Kur s'm ka shku me enja, gjithë me qire, thesha gjithë që shtu ka më shku jeta dhe i të rritën që të qika që të banë dzet e veti që thujnë, gjithë thesha që shtu me qire. Unë Allah mu s'm thanë kur gjatë devish, tha, unë thesha ndihma, këta thanë, hajde ti me neve. Kur erdhëm, këtë ishin kanë tonë fëmije. Ata për banisë nësi erdhëm, këto një farë befasije që thujnë. Asë ku menu, asë ku mprites. Kur e mora vesh, kur erdhëm këtë, tha dathit, atu edhe një dathën fëmin, henën mrena fëmija, dërë trokeshin, tha që e për haj banesa.